Duke qenë se kemi pasi kryetar të korruptuar, ne kemi protestuar edhe me aksione. Madje unë jam përplasur disa herë me Veliajin për këtë çështje, çështjen e faktit që kemi një kryetar të korruptuar. Kemi mbajtur aksion para bashkisë dhe kemi mbajtur protesta me kërkesën për dorëhiqur te Erion Veliaj, kur I kërkonim që atëherë që ai t'i hapte rrugë drejtësisë bashkë me Edi Ramën, që edhe Edi Rama, sepse Edi Rama ishte ai që e mbante të sigurt Erion Veliaj nga institucionet e drejtësisë. Kështu kemi kërkuar edhe dorëheqjen e Edi Ramës asaj kohe. Detyra ime po ashtu në Këshillin Bashkiak ka qenë studimi I gjitha projekte akteve që vinin për të kam parë se si në fakt ka kaluar vendime në dëm të qytetarëve dhe kemi pasur një ngritjen e këtyre shqetësimeve, ngritjen e këtyre problematikave, ngritjen e faktit që këtu kishte të bënte me abuzime. Kujtoj këtu te bulevardi I Ri që po tjetërsohet pronë publike për ortakun e Gaspajës që është me titullin investitor strategjik, po është nga njerëzit I cili ka marrë po ashtu leje ndërtimi për të ndërtuar në Tiranë edhe në pjesë tjera, tani merr edhe pronë publike.